pyetur Irenën me 5 mbiemra nëse Gens, ku e ke atë frasë se do në saktë? Jo, kjo është tjetër. Ma e pak ata Gens. Do me thënë, i shqetësuar qërë në palcë, Altin Troplini po shtonte një gotë verë me pojen, me pojen, Anila, e kishte në zyrë. Se vetë, tani, për fyrjen e gjyqtares, dhe gjojni pra këtu, të parashikur në kaqe aq, Irena Gjo kanë detyrë pranë gjykatës, ku unë e pyes nëse ke një bisedë telefonike me Alket Hysenin për 500.000 euro. Pyetje i kam bërë në asaj. Dhe gjykatësja e Edi Ramës, familjare, se kanë lidhje familjare me Edi Ramën, ju e dini, unë biletesha të lexoj posarita për të kuptuar stilin nëse kishte dorë Linda Rama në atë materiale apo jo, se janë shumë shoqe, si që keni marrë vesh, janë shoqe. Pra, ja u them unë këtu, prit. A keti ndonjë bisedë me Alket Hysenin në cilën flitet për 500.000 euro për rishpet për të hequr nga klasifikimi si grup kriminal, apo e ke me Mirel Mërtiri? Tani këte Irena me 5 mbiemra e ka marrë si fyrje. Pra, ushtrimin e funksionit publik timit, si kryetar i partisë më të madhe opozitare, ajo dhe pyetje në të cilën po t'ishte inocente, do ta refuzonte, do ta shpjegonte. Por Irena një mashtruese ordinere, një delinkuente klasike, një person që ka vendin në burg dhe në qelit për ato që ka bërë, e nxitur nga Edi Rama dhe Altin Troplini, ngren padin ndaj meje për fyrje. Tani, ma e pakat, tani, misteri, të dashur qytetar. Irena me 5 mbiemra ka këte kurikull. Me datën 26 tetor 2003, avokatët e mi kërkojnë t'i jap dorëheqjen për konflikt interesi, me qenë se ajo ishte shkarkuar nga KLD-ja në vitin 1996 me firmen e Sali Berishës. Por Irena nuk pranoi t'i jap dorëheqjen sepse tha nuk keni dokument për këtë gjë. Pyetja, keni dokument? Nuk ishte rëndësi se ishte shkarkuar. Në nëntor të vitit 2023, KLG-ja ju jep avokatërve të mi vendim në KLD-s për shkarkimin e Irena Gjokës. KLD-ja ju dorëzoi avokatërve të mi vendimin që Këshilli i Lartë i Drejtësisë kishte marrë për shkarkimin e saj në vitin 96. Por, dëgjoni tani fytyra e KLG-s. 2 javë më vonë, KLG-ja gënjen deputetët e Partisë Demokratike duke u shkruar se kinse nuk ka vendimmarrje të KLD-s në vitin 96. Pasi e kishte dorëzuar këtë. E kuptoni se çfarë malli janë këta? Çfarë llumi njerëzor janë këta? 2 javë para dorëzojnë çfarë llumi përfaqësojnë këta, 2 javë para dorëzojnë dokumentin. Pas 2 javë u thonë deputetëve nuk ekziston dokument. Ndoshta kam pas vetëm një kopje. Ashtu, jo. Pra, çfarë imagjinoni ju se çfarë përfaqësojnë këta, edhe një herë.
para 2 javësh, me datën në nëntor të 2023 i japin avokatëve të mi vendimin e shkarkimit të Irenës me 5 mbiemra në vitin 96 nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Pas 2 javësh, këta çfarë të thush? Vetëm mund të thush, shteti, se gjë tjetër nuk mund tjetë, i gënjejnë deputetët duke shkruar se nuk ka vendimmarrje KLD-ja në vitin 96. Ju lutem, vetëm 1 minutë se ju lutem po. Në dhjetor të 2023, kërkesa avokatëve për dorëheqje për konflikt interesi, me qenë se ishte shkarkuar nga KLD-ja në 96, duke i dorëzuar dhe vendimin e KLD-s, Irena me 5 mbiemra nuk pranoi, sepse tha ajo është vendim kolegjal, pa çka se kryesoi nga presidenti i Republikës. Në mars të 2024, gazeta greke Taneo po të shkrimin që Irena Gjoka është dëbuar nga Greqia. Por mediat e Partisë Socialiste në Korë, me krye Idael Beqirin dhe Frok Çupin, shkruajnë se ky shkrim është porositur nga Tirana, shkrimi Taneos. Me 4 mars 2024, KLG-ja nxjerr deklarat. Dëgjoni tani. KLG-ja bën një deklarat të fuqishme në mbrojtjen e Irena Gjokës në vend që të hetonte atë. Vetëm sa nuk i thot virgjëresha e drejtësisë në kuptimin, jo në kuptimin biologjik, por në kuptimin moral. Virgjëresha e drejtësisë, Irena Gjoka. E mbron. Mediat e Ram shpikin një letër nga policia që nuk është të vërtet lajmi për Irena Gjokën. Me 4-5 maj të 2024, ishte ditë e shtunë e djerë, bashkë, Gazeta Protema nxjerr vendimin e gjykatës për dëbimin e Irena Gjokës nga Greqia. Dëgjoni, se nuk ka gjë që personifikon këtë narkoshtet më bukur se kjo. Me 7 maj të 24, Prokuria e Përgjithshme deklaron se polis hetimin të thelluar, thot, polsi me shumë probleme, polsi problematik. Me 14 maj, hetim pa rezultat se kërkesat e prokurisë kalojnë nga Ulsimania, i cili bën ato që do. Me 2 maj të 25, gjykata e Janinës lëshon vendim me vula apostile, jo vetëm për 2 dëbime të delinkuentes falsifikatore, Irena, simboli i narkoshtetit dhe i drejtësisë e Tiranës, por dhe vendimin penal të formës së prerë të dënuar nga gjykata e Janinës. Me 5 maj 25, paraqita para jush këtu dokumentin me vull apostile, i cili faktonte se gjykata e Janinës e kishte dënuar atë 3 muaj apo 3 muaj burg. Me 6 maj të 25 del prokura që mashtrusja Irena Gjoka, e cila përdoj se nuk ishte asnjë lloj dënimi, me 5 maj të 25, Irena Gjoka mohon që t'jetë dënuar kurrë ose të buar nga Greqia në një intervistë që jep Pirlit.